Markata e peshkut në Shëngjin po shndrohet në një pikë referimi për tregtimin e organizuar dhe të kontrolluar të peshkut dhe prodhimeve të tjera detare. E ngritur si investimi i Ministrisë së Bujqësisë, ajo është tashmë në administrimin e Bashkisë Lezhë nëpërmjet ndërmarrjes publike Lezha Invest. Besmir Froku, drejtori Lezha Invest, u shpreh se strukturat funksionojnë në mënyrë të rregullt dhe se gjithnjë më shumë peshkatar po adoptojnë këtë formë tregtimi, duke e parë si një mënyrë më të sigurt dhe më të dobishme për ta dhe konsumatorin. Siç e evidentuat edhe ju hap pas hapit, ju pa që sapo erdhi një anije e peshkimit, ngarkoi gjithë gjirën e themi gjithë nxënjen ditore në arkat e tyre, i ngarkojnë makinën dhe i sollin merkatin e peshkut. Pra kjo do të thotë që merkata e peshkut ka filluar, po funksionon. Subjektet kanë filluar të ndërgjegjësohen dhe të sjellin gjithë peshkun e tyre në merkatin e peshkut, peshkun e freskët, peshkun që sapo zihet nga deti. Ne kërkojmë akoma më shumë bashkëpunim nga ana e tyre, por veçanërisht nga ana e institucioneve përgjegjëse, në mënyrë që njerëzit të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë rëndësinë e një peshku që është i certifikuar pranë merkatës peshkut. Aktualisht ne kemi bërë disa ndërhyrje të vogla gjatë merkatës peshkut, sipas kërkesave dhe pasi kemi konsultuar me grupet e interesit. Aktualisht merkata e peshkut ka gjithë stafin e nevojshëm me veterinerin, me përgjegjësin e merkatës peshkut, me ekonomistin për të ndjekur gjithë zinxhirin e marrjes së peshkut nga anija dhe për ta dorëzuar merkatin e peshkut, për ta certifikuar, për ta shitur në ato orare që ne do t'i bëjmë njoftime shumë shpejt. Ne kemi rënë dakord që do të bëhet njoftimi i merkatës peshkut si hapës, si ankandit peshkut do të bëhet nga ora 6 të mëngjesit deri në orën 12 në orën 1 drekës, në mënyrë që edhe subjektet ta kuptojnë dhe të ndërgjegjësohen që gjatë këtij orari mund vinë të marrin peshkun e freskët në merkatin e peshkut në Shëngjin. Merkata shërben jo vetëm si pikë grumbullimi dhe shitjeje, por edhe si një garanci për cilësinë dhe gjurmëeshmërinë e produkteve, duke sjellë përfitime të drejtë për drejta si për konsumatorët, ashtu edhe për sektorin e peshkimit në zonën tregtare të Lezhës. Ky model synon të formalizojë aktivitetin tregtar dhe të krijojë një standard të ri për mënyrën se si qarkullojnë produktet e detit në treg, duke kontribuar në rritjen e besueshmërisë dhe mbrojtjen e shëndetit publik.